Atëherë pra se kalojmë tek historitë e tjera, unë nxora bëra kërkimet e mia për të ndihmuar dhe ty që t'i ndajmë bashkë to diskutime. 6 presione më të mëdha të emigrantit sipas gjithë kërkimeve dhe studimeve psikologjisë. E para është pritshmëria kulturore. Pra është e pashkruar që ti do ndihmosh prindrit sa të bësh mirë financiarisht. Edhe madje në Shqipëri kjo është shumë e fortë, pra nuk diskutohet. Ti do shkosh jashtë, edhe kur je në Shqipëri në fakt, prindrit të rrisin dhe pastaj ti mban prindrit. Kështu që kjo vazhdon. Kjo ideja pse duhet të jetë djalë, fëmia tani nuk është më, po të shikon kemi vajza emigrante, po sidoqoftë ka qenë gjithmonë një arsye pse ka qenë djali dëshira e parë që të jetë fëmijë që vjen në familje. Kështu që është egoizmi që del në pa, sidoqoftë. Po. Idealizimi i jetës jashtë. Edhe kjo është shumë interesante. Ndoshta tani jo aq shumë, por ka qenë dikur, sepse kemi qenë më të izoluar, nuk kishim shumë informacion. Mjafton të dilje jashtë Shqipërisë, pra të kaloje Kakavin apo Kapshticën, po them kufiri më të afërt, dhe mendoje që atje do të ndryshonte jeta katërcipërisht, se jeni një vend ekonomikisht shumë më të mirë, dhe ti do jesh ekonomikisht shumë më mirë, kështu që shumë familje prisin dhurata, ndihmë për edukim, për krishtlindje, për çdo gjë, dhe patjetër që ne të gjithë edhe ne, pa përjashtim, më mund kur vinte mami ose kur shkonim me mamin jashtë, nuk ka qenë njerë një udhim që kam pas mamin tim me vete, qoftë treditor, sidomos të vite 90-2000, që mos ktheheshim me 3 palpuc. Kpuc për gjyshin, ose aparat veshësh, kpuc për nënë, sidomos kpuc, fiksimi të gjej një palpuc të mira me lëkurë të mirë, triko për filanen, bluz për filanen, domethënë gjysma e valixhes ishte për me gjëra të panevojshme fare, përveç të një kpuce të mirë, sepse kryesisht ishin të lira, që bliheshin ato marketet e mëdhaja me ulje, çfarë janë, CA-ja apo ku diun, këto të mëdhajat e Gjermanisë apo çfarë janë, dhe mjafton domethënë që të ishte, por duheshim bler dhe gjithmonë ka qenë detyrim të çoj një dhuratë, të çoj kush është më mirë ekonomikisht. Mendoj se edhe një ide që paktën kam dëgjuar nga rrëfimet, më thonte pse vjen dikush, domethënë ikën shumë me recka, edhe kur kthehej me rroba të mira, kthehej të një marsh, sikur jashtë bëhet një jetë shumë e mirë, paraja është shumë e lehtë për të fituar, edhe krijonte atë perceptimit e njerëzve të tjerë që jashtë më thënë, është shumë e lehtë që të kërkohet më pas, të bjetë kjo pjesa që kërkohet nga njerëzit e tjerë. Edhe kemi krijuar të idenë që në fillim, se emigranti ka të lehtë të fitoj para dhe për këtë arsye bëhet kontribues i parë dhe më i rëndësishëm i pjesës tjetër që mbetet në Shqipëri. Tjetra është ndjenjë faje apo manipulim emocional, të cilët pak a shumë cekën në 2 historitë e para. Emigrantët ndjen fajtor që iki, sidomos kur prindrit po plaken, dhe shpesh familjet përdorin fjali si ne s'kemi askënd veç teje, ti e ke jetën e bërë andej, ne se kemi. Edhe kjo është diçka që ekziston në shumë familja. Madje unë kam dëgjuar dhe histori prindrish që nuk kërkojnë ndihmë për veten, por kërkojnë ndihmë për çdo rrotull. Për shembull, po vjen çuni i Zenepes, të lutem ndihmoje pak. Dhe unë duke qenë se kam jetuar vetë jashtë, në 99.9% të rasteve, emigrantët jetojnë në shtëpi të vogla. Nuk kanë tashmë për shembull që shkova në New York, emigrantët e Amerikës ishin zhvilluar shumë dhe kishin ecur përpara, po unë po flas për 90-ën, 2000, po flas për dekada, një pjesë më të madhe të kohës mas komunizmit, ku emigrantët jetonin në shtëpi, kishin kryer familje ose jetonin me për shembull student me njerëz të tjerë. Dhe detyroshin, siç dhe unë kam në konviktin tim kam marrë një gocë që nuk lejohesha, një shoqe time shqiptare dhe erdhi dhe ëm aty për të ndenjur ca ditë. Pavarësisht se ai kishte mundësi, po erdhi ndenja aty dhe unë jashtë rregullave të konviktit i mora në dhomë. Se nuk mund ta diskutoja këtë gjë, nuk e diskutoja kur me vete, thoja, merrni një hotel, nuk më shkonte kur në mendje që unë si shqiptare të thoja dikujt, unë nuk lejohem, theva rregullat e konviktit, nuk lejohesh të vish këtu, ke një hotel, merr atje dhe takohemi pastaj, nuk ndodhte. Kupton, nuk e dinim këtë gjë. Dhe tash imagjino këtë që kanë shtëpi. Dhe kur ke shtëpi se konvikti i botës i huaj, thotë të pa ty ik tani, e kuptohet ajo, por në shtëpinë tënde ai mund të ri 2 javë, 3 javë, 4 javë, dhe ti kur mërzitesh, pastaj merr babin ose mamin telefon, ata të thonë shiko, po sa ai na ka bërë një nder neve ose kemi tonin. Edhe ky është i presion tjetër që të jemi një ndjenjë faje sikur ti je njeri i keq, nëse nuk i mirëpret.
Siguria e njëri keq nëse nuk i ndihmon me punë. Me atë stresin e punës, me billet, siç thon ato të Amerikës, me faturat e mëdha që kanë, me ja të pyesë në Gjermani se sa të mirë kontributin familjar, po duhet të mbash dhe këta, dhe shpesh ata vinë me mendime, mentalitete të ndryshme, me pyetje të ndryshme që kanë, dhe ti ato orën që ke të qetë në 9 me 10, të cilat 2 ditë e para, 3 ditë e parë kalojnë bukur se ndani histori, e çon te klubi, shumica jetojnë në lagje të vogla, nuk e po do ta qirasësh ti. Dhe më mish jetojnë kështu se një klub ka, se pastaj po të shkojnë në Frankfurt apo në Paris, do harxojnë më shumë. Mbaron dhe ky harxhimi dhe edhe mua bes ke çfarë të bësh, edhe ai rri aty. Kështu që kjo, fola pak po sepse e kam të histori këtë e di shumë mirë, që e kam dëgjuar tek shumë emigrantë që nën zë ankohen edhe nuk mbanin dot më, nuk duronin dot më. Mi kalojnë një peshë tjetër, domethënë veç atyre që duhet detyrim moral, siç e dëgjuam, për familjen, po edhe për pjesë tjera. E kam dëgjuar edhe unë shumë këto, Dalina. Po, është varësia financiare, që ata sillin lekët dhe kjo krijon një varësi financiare, ndryshe vetëm me pensione nuk jetojnë dot. Dhe tani ne e dim që të ardhurat e emigrantëve, tham dhe episodin e kaluar, dhe dihet botërisht që janë shumë të rëndësishme. Do ta përmend pak më vonë atë. Turpi dhe krahasimet sociale, të cilën e përmenda pak. Familjarët mund të thonë, shiko çai bleu djali komshive prindërve. Thot, po ne ku na çosh dhe një gjë. Domethënë ky krahasimi që ne e kemi pasur shumë të fortë në familjet tona, dhe ky presion social rrit pritshmërinë dhe familja bëhet më e ashpër nëse nuk ndihmon. Edhe akuzuese. Dhe madje të shety me një sy tjetër që Unë e di çfarë më vjen kur përmend krahasimin, para shumë vitesh, kam qenë studente, kemi shkuar në një konferencë që e bënin të huajt dhe vini në dukje se si në periferitë e Tiranës ndërtoheshin shtëpi 2, 3, 4, më shumë kate dhe liheshin ato hapësira që ndërtoheshin akoma më shumë. Pra, cila familje kishte më shumë kate, supozoj që kishte një migrant që sillte më shumë para. Dhe ky event ndodh edhe sot. Edhe profesorët shqiptar thonin është diçka që ne nuk e kuptonim, do të thonë duhet vini të huajt, na vini në dukje se sa fenomen i zakonshëm është kjo, që mund të tregoj se sa para kam, ose një lloj statusi dhe pjesa e shtëpisë së lartë me sa më shumë kate tregon se sa më shumë para kemi. Domethënë ky krahasimi mes shtëpive mes njëra tjetrës, po aty jetonte vetëm mamaja dhe babaja. Dhe prindrit në Shqipëri, në këto vila të mëdha jetojnë në katin e parë, se edhe nuk kanë fuqi më ungjit, dhe jetojnë fiks sikur sado e madhe të shtëpia, të ketë formën e vilës, jetojnë fiks sikur jetojnë në një garsonier. Domethënë unë kam parë vetë se edhe si gazetare kam qenë për familje ndryshme dhe kanë një dhomë të vogël dhe nuk duan t'ia dinë fare, mund të kenë shtëpi me gura luksoze. Unë kam parë për shembull, kam qenë në një fshat Kuksit, nuk po ja them emrin, ka qenë një shtëpi gjigande, e madhe, bosh, kur them u vil. Mjafton të jetë e madhe. Bosh, gjithë në Angli. Po. Dhe shumë vile, domethënë shumë shtëpi të ndërtuara boshe, vetëm 2 njerëz që jetojnë brenda, por ideja që ato të sillnin dhe një presion shumë i madh kundrejt fëmijëve, pra të sillnin para që ndërtojmë shtëpinë, të hedhim shtëpinë, është një shprehje që unë dëgjoj shumë. Domethënë janë këto konceptet që i vijojnë edhe sot. Suksesi është të kesh shtëpinë, të blesh shtëpi. Po. Po, është ja të tërë fiksuar të blejnë shtëpi këtu. Po. Okej, po të kemi të shesin na i blejnë. Dhe thot që ky presion i vazhdueshëm, sipas studimeve, sjell probleme ekonomike, sepse paguan dhe në vendlindje, se shumë sforcohen, te lodhje psikologjike, që anglisht quhet burnout, që nuk përballojnë dot më dhe jep aty, jep tu, merru me se ka dhe diçka shumë duke qenë se nuk dajnë mos mërzisin prindrit, vajza apo djem nuk dajnë jetën e tyre atje shumë, streset mund të ndajnë, për shembull si vajza e parë që paguajmë kaq, paguajmë kaq, punoj këto sukseset, po streset nuk i ndajnë dhe mendohen sikur është një jetë roz andej. Pra është një punë, ka strese të vogla, po është diçka roz, që vetëm ecën kështu, si një ujë i qetë, si një lumë i bukur i qetë. Dhe ndërkohë, edhe kjo është një gjë tjetër, një fenomen shumë i zakonshëm që ndodh, që sapo e the, ata nuk duan të flasin me familjarët për të mos i shqetësuar, dhe këtë gjë e dëgjoj shumë, ndërkohë që nga ana tjetër telefoni bie pa pushim për probleme, shqetësime që mund të zgjidheshin, edhe pa ja kaluar. Pra unë dua ta shtoj shumë këtë pjesën e ndjeshmërisë që të kemi ndaj emigrantëve, sepse mungon. Shikojmë sikur ata që kthehen me rrobat e mira kanë një jetë shumë të lehtë atje, por nuk është vetëm ajo shfaqja e parë që vjen, domethënë kur vjen dhe shikon. Ka shumë gjëra të tjera, sfida që ky emigranti nuk i tregon në shtëpi. Duhet jemi të ndjeshëm kundrejt, ndoshta edhe ta nxisim pak të flas.
se çfarë kalon atje. Domethënë, komunikimi familjar nuk duhet të jetë ky, që unë nuk tregoj mos shqetësoj. Mendoj se duhet të jetë për të treguar, për të ndarë, që të shërbej, pra të shërbej dhe thjesht ndarje, jo patjetër të ketë një zgjidhje brapa, po të flasin, sepse kur flet të lehtësohet më shumë. Ajo. E drejtë. Nga presioni i vazhdueshëm shtyt dhe planet e jetës, nuk blesh shtëpinë tënde jashtë, sepse po kontribon tek shtëpia e prindërve këtu apo te një shtëpi që do blesh si një nga historitë dhe s'do jetosh kurrë. Domethënë, fakt që e the ti që e blen këtu dhe nuk jeton fare, ose nuk martohen. Mund të ketë sidomos ka çuna që e shtyn martesën sepse duhet të kontribojnë këtu. Po. Dhe në fund thot distancim emocional nga familja. Pra të bëhet rutinë, familja bëhet pjesë e rutinës, por nuk e ke kështu emocionale. Të distancohesh, domethënë është një lloj formesh ose shprehje që ti nuk zgjedh fjalën ta tregosh, që po më mërzit, po të vësh kufin, por e shmang. E shmang edhe pastaj thon çfarë ndodhi. Pse u distancove? Dhe neve kemi parë në programe tjera sepse unë jam edukuar shumë këtu, jam edukuar shumë dhe falteje në gjithë këto episode. E kemi parë në programe tjera që mungesa e komunikimit mes prindërve dhe fëmijëve në këtë vend është shumë e shpeshtë. Do të thënë është parë gjithandej dhe ne po mundohemi nëpërmjet programit tonë që ta ndryshojmë pak, që njerëzit të ndërgjegjësohen pak se sa e rëndësishme sidomos nënat e reja është të krijosh një ur komunikimi me fëmijën, që dhe fëmia një ditë të thot ty që mami realisht sot nuk mundem dhe ti t'jesh okay me këtë gjë. Unë këtë muaj nuk kam mundësi të t'jap lek, por nuk kam asgjë me ty. Mos e merr personale, mos u mërzit, ose nuk ta ngre sot telefonin sepse kam jetën time, do dal. Dhe mos u mërzit, nuk e kam me ty. Pra të krijohet ky lloj raporti që në një moment nga prind fëmijë bëhet shoqëror, edhe bëhet me dy adultëve, sidomos në moshën e adultëve, është shumë rëndësishme. Është ky raport që është shumë i vështirë në Shqipëri, që të jenë dy adultë. Domethënë është adult edhe pra ky lloj edukimi, pra që fillim. Mendoj se duhet të gjejmë formën tonë të vendosur të limiteve, sepse jashtë nuk mund nga jashtë nuk mund të mësohet, siç perceptohet në një kulturë perëndimore, është e vështirë të aplikohet direkt këtu. Ai limiti i vrash, domethënë, është këtu mos hy. Qartë. Duhet kemi një lloj tjetër qasje. Tani u mendova dhe paragjykova që histori, duke qenë se neve na vijnë shumë histori dhe ju keni parë vetë që programe zgjasin në 3-4 orë dhe ne ato janë histori që ne përzgjedhim se ka edhe të tjera, u mendova në fakt dhe kjo ishte pak e çuditshme dhe befasuese për mua, por pastaj kuptova pse, që unë ne do të kishim shumë njerëz, jo histori, njerëz që do donin të flisnin në këtë temë. Por ishin kajil të flisnin për burrat e dhunshëm. Pra ishin kajil të flisnin për çdo gjë që ka lidhje me veten e tyre. Veten e tyre si dhunohet, si keq trajtohet, si vuan, por me vuajtjen me të vërtetën e tyre në lidhje me familjen, e kanë shumë të vështirë të flasin. Siç e pam në rastin e Diamirës që filloi shumë mirë, siç e pam në rastin e parë. Pra këto janë raste që thash, nga ato temat që ne nxjerrim direkt do të pse shkruajnë. Se po s'kishte gjë të shkruanin. Por shumë të tjerë përgjigja ka qenë shumë e thjeshtë. Nuk duam të flas me telefonin. Thash as anonim, nuk duam të flasim as anonim sepse janë prindrit e mi. Dhe nuk e them dot. Pra e kanë të vështirë dhe nuk e pranojnë dot vetes që të thonë që mua prindrit apo prindrit e mi po më mundoj financiarisht. Dhe un jam shumë e sigurt që nëse ne do bëjmë temën nëna më dhunon ose babai do ta thonin, por kjo gjë më bëri shumë përshtypje. Ktu e kishin shumë të vështirë. Domethënë ishte një ndjenjë faji shumë e madhe, si do dal unë të flas për prindërit e mi, që unë u ankoka këtu, që pse ata kërkojnë lek nga mua, nuk sepse është edhe ta thuash me fytyrë, edhe ta thuash me fytyrë këtu të dënojnë të gjithë, që unë s'dua të jap lek prindërve tash se po nuk kam mundësi vet. Kupton? Po është ndjenja e fajit dhe dënimi është kaq i madh, është një dënim i pasqaruar pse, saqë ishte shumë e vështirë. Dhe është vazhdon e vështirë dhe kjo është një emision që historitë janë shumë të buta. Ndaj një histori shumë të vështirë, ja vodha vajzës, ja vodha, i kërkoj ndjes, kam ndryshuar pak vendlindjen dhe ja 2 detaje, por kjo është histori e vërtet, sepse nuk donte ta thoshte, por ama çarçaf në DM tek faqja ime. Çarçaf. Hapen sa i thua këtë absolutisht të reqi, jo, u s'flasot për prindërin, u s'flasot për vllajën, jenë vetë ti, pra ishte shumë interesante. Atëherë, kjo është një histori anonime, unë nuk preferoj të lexoj letra anonime, vetëm ndonjëherë kështu të shkurtra, por doja ta lexoja këtë sepse është pikërisht një situatë shfrytëzimi. Kjo vajza jeton në një shtet evropian, në një kryeqytet të madh, metropol evropian. Është në të 20-tat, ka motra dhe vëllezër, janë shumë fëmijë. Ajo thotë që motrat e tyre të mëdhaja e kanë mbyllur pjesën e ndihmës financiare.
Ka mbaruar puni, ka ardhur radha asaj. Ajo jo vetëm që çon lek tek prindrit, por shlyen borxhet e bixhozit të vllajt, i cili ka dhe familje në Shqipëri. Dhe thon nga 80.000 euro që kishte kursyer që ka lënë për to, i ka ngelur dhe 4.000 euro. Pra ka shlyer gjithkohës borxhet. Dhe tha që punën e ka të mirë, por është detyruar të ndryshojë shtëpi, të jetojë në lagje më pak të sigurt, sepse në këtë metropol evropian ku është ajo, nuk është shumë i frikshëm, domethënë periferia, të heqë dorë nga gjërat estetike, të shkurtoj udhëtimet, vetëm për të ndihmuar vllajin. Dhe vllai ka jo një moshë madhore, po nuk dua ta ashtu, po është goxha, domethënë. Është burr. Dhe kur e pyeta pse e bën këtë, tha, e dua shumë, tha, dhe nuk do ndjesha motër e tmerrshme mos e bëja. Tani pyetja ime është, po ky vlla, pse nuk dihet i tmerrshëm kur e kërkon këtë gjë? Tek motra, që është te 20-tat, edhe super kinge, te 20-tat që ka sakrifikuar që jeton, pse nuk dihet ai i tmerrshëm? Kjo është pyetja ime. Ai ka varësi. Domethënë ka varësi ndaj bixhosit. Pa. Duke qenë se është një varësi, është jo koshient akoma për, domethënë, shkaqet, pasojat që u jep të tjerëve. Për veten bie në kontakt me fajin, por është shumë e pandjeshme për pjesën tjetër të familjes, dëmin që u shkakton atyra. Kështu që ngelet në atë bllokimin e vet. Por ndihma që u japin personave me varësi, duke shlyer borxhet, siç ndodh në këtë rast, nuk ndihmon, vetëm sa e mban aktive sjelljen e varësisë. Ai duhet filloj të merr përgjegjësinë. Këtë gjë e bëj këtë diskutim kur kemi këto raste në terapi. Domethënë ndihma që u jep dhe faji që ndjen personi për të mos i dhënë para, vetëm sa e mban aktiv çështjen që ai ta vazhdoi, sepse nuk ndalon nëse nuk merr një përgjegjësi mbi sjelljen që po bën. Ajo ka frikë dhe pjesëtarët e tjerë të familjes, nuk do që të ngarkojë motrat e saj, e ka marrë këtë rolin duke qenë se vllai është i paaftë që të mbaj veten ekonomikisht, motrat e kanë mbaruar përgjegjësinë dhe kjo ka dhe vllajin, ka dhe familjen, është dhe vetëm në një metropol shumë të shtrenjtë, nga më të vështirë e Europës. Kështu që të gjithë të dhe ka kursyer jetën e vet për vllajin. Dhe un kam një pyetje që ti e the edhe pak më parë. Si mund t'i thuash jo në një kulturë që ta merr si të mirëqen të qenit vlla, motër, ndim, familje? Si mund ta thuash? Si mund ta gjesh këtë jo në Shqipëri? Jo, në këtë rast duhet të thënë jo automatikisht, siç ndodh jashtë. Po, nëse flasim për raste ku familja në mënyra indirekte apo direkte bëhet me ty marrës i vazhdueshëm, ti vendosesh në situatën ku ndjen faj, jemi duke krijuar një situatë manipuluese dhe këtu joja duhet vjen me përshtatje sipas familjes. Pra, së pari, siç e tham në rastin e parë, të heqim pak atë kohën e telefonatave. Nëse telefonatat janë të shpeshta, nuk mund ta bëjmë direkte, ose nëse ja shpjegojmë personit tjetër nuk do ta kuptoj, por ndonjëherë sjellja bën që të ndryshoj personin tjetër. Pra, ti duke i ulur numrin e telefonatave, edhe personi fillon edhe i ulet ajo ndjesia për ta marr telefonin. Për shembull, kjo është një që mund të vinë në mënyrë graduale. Sepse un kam vënë re ballafaqimet, pra kur personi fillon dhe mësohet, si ti thotë jo, bëhet e vështirë, shumë e vështirë praktika. E tha dhe vajza pak më herët. Demira. E ka shumë të vështirë. Domethënë ta bëj këtë pjesën e jos, por ndonjëherë me sjelljen është pak më lehtë, që ti e fillon dhe e stërvit sjelljen tënde, pra ti të mos e ushqesh. Ose ka persona që ndihen keq për të thënë jo, për të mbuluar një punë në fundjavë, kanë ditën e pushimit dhe dikush i merr telefon, mund të më vish të më ndihmosh? Edhe kanë bërë këtë për vitesh. Dhe bëhet një lloj, domethënë sjellja jote që të mëson personi tjetër. Por duke e ulur sjelljen, personi fillon dhe kupton që ky person pas ka dhe nevojat e veta. Edhe ulet. Pra, këtu në Shqipëri është më e vështirë me fjalë që mund të vi vendosja e kufinjve. Që jam me zëmë dhe mund të gënjesh pak. Jam me zëmë, jam këtu, kam gjë, po, që shmangin pikërisht ndjenjen e fajit, sepse ky person e ka për shumë vitesh ndjenjësinë e fajit. Dhe duke bërë në këtë formë ti fillon dhe i jep një lloj drejtimi. Pra, kjo është gjetur si një zgjidhje për shumë situata dhe kam parë që ka vërtet sukses nëse ti e aplikon në mënyrë atë. Jo, duhet të ketë patjetër dhe unë jam pro që të bëhet kjo, dhe po të dëgjojmë me vëmendje sepse ne si kom fjalën nuk e kemi shumë interesante. Kalojmë direkt në sherr sepse mbetemi shumë emocionale. Është një tjetër gjë që merr shumë gjërat personale. Këtu. Me fjalë, po, merren shumë personale dhe ti vetë dhe sidomos u ndodh shumë njerëzve të mirë
që prishin komplet me të tjerë. Sepse ti ke dhe dijen e fajt, ke të justifikimit, duhet justifikosh sepse ti as vetë nuk e beson që do këtë gjë dhe ngatrosh me fjalët e tua, dhe më ndodh dhe mua, kjo ngatrosh me fjalët e tua dhe fillosh bësh nervoz dhe nxjerr gjithë gjërat që ke brenda 3 sekondave dhe tjetri pastaj ballafaqohet me thot ky çka ka me mua ose dhe e ha ti domethënë në fund të ditës e ha ti me gjithë emocionet e tua dhe ti je fajtori dhe mënyra sjelljes sënde është e jote që je arrogant. Po kjo arroganca ka ndodhur pikërisht nga mungesa e komunikimit. Dhe unë shpesh mendoj që arroganca në sjellje ose këto sjelljet impulsive nuk janë detyrimisht, sepse e kam shumë problem të kur keq trajtohet shumë në televizion apo në reality show. Nuk janë detyrimisht sjelljet e njeriu negativ. Nuk e ndodhin shumë njerëzve të mirë që kanë të pamundur ta komunikojnë këtë gjë. Dhe ne këtu e kemi gjithmonë të pamundur ta komunikojmë këtë gjë. Nuk e di pse garkojmë personalisht. Po nuk do thotë që ne vetëm përmes sjelljes duhet ta vazhdojmë. Kjo mund të jetë me persona të caktuar që nuk e kuptojnë, pra ti e di që prindi yt nuk mund ta kuptoj nëse ti ja shpjegon që po më shkel nevojat e mia. Në këtë rast duhet kjo. Prindi që s'e ka kuptuar që ta ka kthyer ti ndryshe dhe ti je ndier inferior dhe nuk një formë tjetër. Por në rastet më të tjera, patjetër që duhet të mësohet. Pra nëse kemi fëmijë, ne do të fillojmë ta ndërtojmë komunikimin, pra të kuptojmë nevojat, i respektojmë nevojat e njëri tjetrit, të kalojmë në këtë nivel. Nuk do të thotë që ne duhet të qëndrojmë në nivel sjellje. Komunikimi patjetër do ndihmon të shprehje emocionale. Do them edhe këtë Dalina, ndoshta po zgjasen, por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që kemi dhe familje, siç e tha, manipuluese, por kemi dhe familje ku kemi rezistencë emocionale, kemi një lloj familje të ftohtë. Pra që nuk mësohet, nuk komunikohet, nuk dihet se çfarë është emocioni. Jo vetëm nuk flitet, por nuk dihet se çfarë është, domethënë nuk di diferencën mes emocioneve, kush është ky tjetri, si përjetohet. Edhe duke mos I dhënë as emër emocioneve bëhet akoma më vështirë të punohet. Kështu që lloj familjesh, se këtë për shkak për ata që se kuptojnë. Ken parasysh prindri që nuk dinë të ftohtë, ti shkon I thua, "Ma, kam kaluar këtë gjë në shkollë, ba, kam kaluar këtë gjë në shkollë" dhe një lloj neglizhence, një lloj mospërfillje të emocioneve, të situatave, nënvlerësim, zhvlerësim të emocioneve të tua. Dhe janë familje që nuk krijojnë raport, por nuk mësohet emocioni aty. Janë thjesht statike. Ka një hierarki, babai, mamaja, kanë rolet e tyre të ndara dhe familjet që duhet të zbatojnë ato që u mësohen dhe kaq. Pjesa tjetër nuk ekziston. Emocioni nuk ekziston, por nuk njihet. Dhe janë familje shumë problematike, krijojnë shumë shqetësime të mëvonshme dhe këtu vendosja e kufinëve është një tjetër sfidë. Po nuk e kam të thjeshta fëmijë kur janë imigrantë që mos shqetësohen nga këto familje apo shqetësohen me këta? Kanë rregulla pastaj që ti duhet për të qenë pjesë e familjes duhet të kesh këto standarde, këto plotësime. Domethënë nuk ndalon aty. Pra, nuk kemi emocion, por kemi kërkesa. Pra, në qoftë se ai ka shkuar në Harvard, ndoshta është mund të jetë një arritje, një certifikate që për të qenë pjesë e familjes. Më kujtojnë filma kështu Hollywoodi, prandaj, po jo histori shqiptare. Atëherë, historinë e pestë.